Krye imami I Bashkisë Islame të Kosovës, Vedat Sahiti, në kuadër të vizitave të tij gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, këtë të martë ka vizituar Presheven, si dhe fshatrat e kësaj komune, për të parë nga afër mbarvajtjen e jetës fetare, me që rast takoi edhe strukturat e Këshillit të Bashkisë Islame, imamët dhe xhamatin. Bashkë me shoqatën Bereqeti, krye imami Sahiti vizitoi disa familje shqiptare me gjendje të rëndë ekonomike, duke ndihmuar 50 familje me pako ushqimore. Krye imami Sahiti fillimisht vizitoi Këshillin e Bashkisë Islame të Kosovës në Preshev, ku u prit nga kryetari Nezmedin Ademi, I cili e njoftoi krye imamin për aktivitetet dhe angazhimin e imamëve të Preshevës me rrethin gjatë muajit të Ramazan. Në organizimin e Bashkisë Islame të Kosovës ushtrua dhe iftari për bashkët me imamët si edhe me besimtarët preshevar. Krye imami Sahiti në fjalën e tij drejtuar besimtarëve, mes tjerash theksoi nevojën për unitet dhe solidaritet me njëri tjetrin, se vetëm kështu mund të ecin përpara. Andaj, këto virtyte duhet të kultivohen edhe më shumë. Neve, më shumë se kur na duhet uniteti, më shumë se kur na duhet bashkimi, më shumë se kur na duhet vllazëria, më shumë se kur na duhet mbështetja për njëri tjetrin dhe më shumë se kur na duhet përkrahja dhe solidariteti. Kryetari I Këshillit në Preshev, Nezmedin Ademi, çmoi lart kontributin e Bashkisë Islame të Kosovës për Islamin në këto vende. Bashkia Islame e Kosovës për neve është sikur prindi për fëmijën. Unë sot bëj ftesë këtu nga ky iftar që jetën institucionale ta mbështetemi, që jetën institucionale të Bashkisë Islame ta përkrahemi. Bashkësia Islame gjatë historisë ka qenë kulmi edhe mburoja e forcimit edhe ruajtjes të davetit edhe të thirrjes edhe të Islamit. Gjatë historisë deri sot, nuk ka institucion që është më I thirrur, më kompetent, më përgjegjës, se sa për me organizu jetën fetare, me rujt Islamin, traditën tonë shekullore, tradicionale, që e kemi trashëguar këtu në ballë ka qenë Bashkia Islame. Gjatë vizitës në Preshev, krye imami Vedat Sahiti mbajti një ligjërat kushtuar muajit të Ramazanit për t'i prirë më pas namazit të teravive. Krye imami I Kosovës gjatë muajit të Ramazanit ka vizituar edhe komunën e Bujanocit dhe atë të Medvegjës së bashku me fshatrat përreth, që të shon nga afër mbarvajtjen e organizimit të jetës fetare në këto vende të ndihshme.